Përshëndetje, sa po mbaruam mbledhjen e Këshillit të Ministrave, në të cilin për Ministrinë e Ekonomisë dhe Inovacionit miratuam 3 projekt ligje shumë të rëndësishme që lidhen me procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Janë 3 projekt ligje që janë pjesë e kapitullit 6, i cili është një kapitull i lidhur me shoqëritë europiane. Ne kemi një paketë prej 9 ligjesh në fakt për të miratuar, të cilat do të garantojnë që ne, pra shoqëritë tregtare shqiptare, do të kenë të njëjtat kushte dhe të njëjtat mundësi që shoqëritë europiane kanë. Konkretisht sot ne miratuam 3 ligje, të cilat lidhen me statutin e shoqërive europiane. Ky ligj krijon një kuadër ligjor, i cili më parë nuk ka ekzistuar, i cili është në përputhje me të gjithë legjislacionin evropian dhe i cili do t'i hap rrugën një bashkëpunimi më të mirë të shoqërive shqiptare me shoqëritë europiane. Ligji i dytë që miratuam është ligji për shoqëritë europiane të bashkëpunimit, gjithashtu përmbush kuadrin ligjor për shoqëritë europiane, dhe ligji i tretë lidhet me grupimet ekonomike me interes europian. Siç thash, të 3 këto projekt ligje pritet të miratohen në parlament brenda muajit qershor, siç kemi dhe brenda muajit korrik, siç kemi dhe dakordsuar me agjendën tonë me Bashkimin Evropian, po ndërkohë do të plotësohen me një grup tjetër ligjesh, të cilat ne i kemi gati, jemi në pritje të miratimit final nga Bashkimi Evropian me qëllim që t'i kalojmë në parlament. Në total, si thash, janë 9 ligje, të cilat janë në përputhje të plot me direktivat e Bashkimit Evropian për shoqëritë tregtare dhe do t'i hapin rrugë bashkëpunimeve me shoqëritë europiane, aksesit në projekte të përbashkëta me shoqëritë europiane dhe të drejtat barabarta të shoqërisë tregtare shqiptare me ato europiane. Një vendim tjetër shumë i rëndësishëm që ne miratuam sot në mbledhjen e Këshillit të Ministrave lidhet me përfundimin e situatës së veçantë në tregun e hidrokarbureve. Më ndryshe thënë, ne sot vendosëm që do të ndërpresim bordin e transparencës, i cili prej disa muajsh tashmë është në funksion në zbatim të ligjit dhe për hidrokarburet. Kanë qenë disa muaj të cilat kanë pasur luhatje të rëndësishme të çmimeve të karburanteve dhe në fakt prej më shumë se 2 javësh çmimi ka ardhur duke u reduktuar, çmimet e bursës janë stabilizuar, siç edhe jeni bërë me dije në kontekstin gjeopolitik është arritur një marrëveshje dhe kanali Ormuzit do të zhbllokohet, pra situata në linjën e mesme tashmë ka më pak paqartësira, tregu i hidrokarbureve është stabilizuar dhe kjo është arsye pse ne vendosëm që ta përfundojmë funksionimin e bordit të karburanteve. Kemi pyetje? Ambrozia Meta nga Syri Televizion. Ndërsa qytetarët kërkojnë anullimin e projektit të Zvërnecit, qeveria vion të insistojë që projekti do bëhet. Keni dieni se kur do të përfundojë studimi mbi impaktin që do ketë në mjedis dhe kur do të bëj qeveria, parashikon qeveria të bëj prezantimin konkret të këtij projekti. E para dhe dyta, 2 operacionet e fundit të SPAK kanë treguar që miliona euro para të pista kanë hyrë në Shqipëri dhe janë pastruar në industrinë e ndërtimit, kryesisht në Kulla. E rrezikon paraja informale ekonominë në këtë pikë? Shumë faleminderit për pyetjet. Në fakt, ne që prej fillimit të protestave kemi bërë të qartë dhe transparente që ne nuk kemi ende një projekt për zhvillimin e zonës, për ndërtimin në zonën e Zvërnecit. Pa diskutim që janë duke punuar arkitekt të njohur, janë duke punuar studiues dhe inxhinier të cilët merren me ndikimin në mjedis, janë duke punuar arkitekt të peizazhit, siç kemi deklaruar në disa dalje publike për të sqaruar publikun që jemi në fazë ende të një studimi dhe të një projektimi. Qeveria shqiptare nuk e ka një projekt final që mund të ndajë me publikun. Unë jam e sigurt që në momentin që do të na vi një propozim, ai do të jetë një propozim i cili do t'i plotësojë të gjitha kushtet mjedisore, është shqetësimi ynë kryesor që të gjitha ato standarde të mjedisit për të cilat ne jemi duke punuar nëpërmjet Ministrisë Mjedisit edhe në bashkëpunim me Bashkimin Evropian të respektohen dhe pa diskutim që është në qëllimet tona që projekti të miratohet, projekti të vazhdojë,
pa diskutim brenda gjitha kushteve dhe standardeve që Bashkimi Evropian ka. Unë do t'ju kujtoj që ne kemi një proces të nisur negociatash me Bashkimin Evropian, kemi një kalendar detyrash shumë të mirë përcaktuar ku vëm pjesë i gjithë legjislacioni që ne kemi për të gjitha fushat dhe specifikisht legjislacioni që kemi për mbrojtjen e mjedisit dhe pa diskutim që do të pra në momentin që do të na vijë një projekt i cili do të ketë një studim të impaktit në mjedis, do të analizohet nga strukturat e qeverisë dhe do të bëhet transparent pa diskutim. Por sigurisht që ne duam që një projekt i kësaj përmase financiare të vinë në Shqipëri, jo vetëm për parat që ai sjell në ekonominë shqiptare, jo vetëm që për ndikimin që ai sjell në ekonominë shqiptare, por edhe për imazhin, për standardet që sjell në turizëm dhe për impaktin që mund të ketë edhe në sektorin e turizmit në hotelet të tjera. Pra, pa diskutim që neve jemi mbështetës të vijimit të zhvillimit të projektit, sigurisht sipas çdo kushti dhe standardi. Më falni se më lindi një pyetje tani që u dëgjova. Duke qenë se ju thoni që nuk keni projekt, nga nxirrni shifrën 4 miliard euro që do jetë ndikimi në ekonomisë. Unë mund të them mund të jetë 5 miliard, mund të jetë 6 miliard. Po në fakt edhe mund të jetë miliard, 4 miliard ka qenë një projekt i cili është dorëzuar më parë dhe nuk është miratuar nga Këshilli Kombëtar i Territorit dhe i Ujit, pasi nuk i plotësonte standardet që ne kishim për çështje të intensitetit të ndërtimit, të ndikimit të mjedisit. Ne kemi bërë transparente të gjitha vendimet që ka marrë Këshilli Kombëtar i Territorit dhe i Ujit dhe arsyet pse ne kemi refuzuar atë projekt. Pra, projekti fillestar ka pasur një vlerë të ngjashme, ne nuk e dim se sa do jetë vlera e projektit që do të vijë për miratim, por vullneti është që të jetë në këto nivele, mund të jetë 5, mund të jetë 6, nuk mund të flasim sot, pasi nuk e kemi një projekt. Mund të jetë edhe 2 ose 3. Dhe një pyetje tjetër këtu, kur thatë që qeveria juaj do respektoj të gjitha standardet në ndërtim ose që kërkon Bashkimi Evropian sa i përket zonat të mbrojtura, ju e keni fjalën që do të respektoni të njëjtat standarde siç bët me pikën e vogël në Gjirin e Manastirit, ku sot kemi një qytet betonit të ndërtuar në një zonë të mbrojtur që ju hoq parku të Butrintit? Unë kam fjalën që ne do të respektojmë gjithë legjislacionin në fuqi, i cili tani që flasim është duke u rishikuar në bazë të gjithë kalendarit të punës që neve kemi me Bashkimin Evropian. Kjo është ajo që thash dhe dua që në fakt për projektin e Zvërnecit të bëj të qartë diçka. Arsyeja pse investitorët vinë në Zvërnec është natyra. Pra pse disa investitorë kanë vendosur që të bëjnë një investim të kësaj përmase me ato emra brand hotelesh që neve kemi përmendur në disa raste, është sepse është ajo natyrë dhe është në interesin pa diskutim tonin që ne të mbrojmë natyrën, por është në interesin e tyre për nivelin e turizmit që duan të sjellin në Shqipëri, që natyra të ruhet dhe të mbrohet sepse është një vlerë e shtuar për projektin. Pra, kjo është ajo që thash unë. Nga ana tjetër kishte një pyetje tjetër që lidhej me sektorin e ndërtimit dhe me luftën kundra parave të pista apo parave, pra lufta kundër parandalimit të pastrimit të parave. Ne kemi prej vitesh institucione të cilat merren me analizën e tregut e sektorit të ndërtimit dhe të burimeve të financimit të sektorit të ndërtimit. Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave kryen studime të herpashershme në lidhje me sektorin e ndërtimit, duke qenë se është një sektor që në të gjithë vendet e botës ka pikpyetje dhe mbahet në monitorim për sa i përket potencialit apo mundësisë për parandalimin e pastrimit të parave. Unë nuk mund të flas për një çështje e cila në SPAK është në hetim, ato janë duke kryer proceset hetimore, si dhe ju ne jemi bërë të ditur nga mediat për ngjarjet e kësaj jave dhe pa diskutim që do presim me vëmendje se çfarë rezultate do të nxjerrin hetimet dhe çfarë vendimesh do të marrin gjykatat. Ajo që mund të them është që në analizat e sektorit të ndërtimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave, që në fakt është bëhen edhe në bashkëpunim me institucione ndërkombëtare dhe me asistencë institucioneve kombëtare për sa i përket metodologjisë, është një sektor i cili është thellësisht financuar nga sistemi bankar dhe
është, siç thash, në fokus të analizave të monitorimeve të her pas hershme, pasi patjetër që është një sektor me risk në të gjithë botën, jo vetëm në Shqipëri. Po ju si qeveri, çfarë bëni në momentin që hedhni, çfarë verifikimesh bëni në momentin që hidhni firmën për ndërtimin e një kompleksi të caktuar, apo në momentin që në Shqipëri vjen edhe një brand, sepse ju folët më herët për brende që po vinë në Shqipëri. Në operacionin e fundit Spakut, një nga hotelet ku dyshohet që janë pastruar para është Melia. Pra, nuk shpëtojnë nga pastrimi parave të drogës edhe brende të huaj. Si qeveri, çfarë verifikimesh bëni kur jep një leje ndërtimi? Mënyra se si juve i lidhni fjalët që ne themi me disa konkluzione që në fakt nuk janë ato që neve themi. Në radhë të parë, brendet nuk i zgjedh qeveria. Brendet janë një marrëveshje ndërmjet privatëve. Është një privat, në këtë rast, një brand, një chain hotelesh shumë e famshme në Europë, me një privat, pra nuk kemi ne që zgjedhim brendet dhe nuk kemi ne që vëm firmën, të lutam. Ndërkohë që pa diskutim, që në momentin që jepet leja e ndërtimit, zbardhet leja e ndërtimit, kompanitë duhet të kenë kapacitete financiare të cilat janë të verifikueshme në mënyrë që të realizohet projekti. Në çdo hallk, pra qeveria nuk mund të sillet si prokurori në mënyrë që të shkojë dhe të gjëmoj, ne garantojmë përmbushjen e legjislacioneve, siç u shpjegova dhe më parë, jemi në një proces në cilin legjislacioni jonë po përafrohet me legjislacionin evropian. Për sa i përket shoqërive tregtare, sapo thash, neve miratuam 3 ligje të cilat garantojnë që legjislacioni i shoqërive tregtare në Shqipëri është i njëjtë me atë të Bashkimit Evropian dhe mos keni asnjë dyshim që deri në vitin 2027 ne do ta kemi përafruar të gjithë legjislacionin për të gjithë sektorët dhe barrierat që ne po ngrëm dhe kemi punuar që të ngrëm gjatë gjithë këtyre viteve janë atje për të bërë blok të gjitha atyre sjelljeve të cilat janë me pikpyetje. Fakti që sot po diskutohet një zhvillim në Zvërnec, të cilin që prej 2 vitesh KKTU-ja e ka bllokuar sepse nuk përmbushte disa standarde, është një tregues i qartë që kjo që po them unë është e vërteta dhe ne punojmë për ditë për të ngritur këto barriera dhe për të arritur këto standarde në vendin tonë. Bekim Bici, Ora News. Zonja Ministre, ju folet pak edhe për bordin e transparencës, pra një farformë anulimin e saj, por nga ana tjetër dim që kompanitë e hidrokarbureve kanë ngritur her pas here dhe gjatë ekzistencës së bordit transparencës shqetësime që çmimet e vendosura nga bordi i transparencës janë më të ulta se sa ato që në fakt do ishin interesi tyre apo plotësonin gjitha kushtet që le themi që përmbajnë vetvete vendosja e një çmimi. Nëse ndodh që pas heqjes së bordit të transparencës, çmimet do të vijojnë sërish nëpërmjet kompanive për interesat e tyre të rriten, ndoshta edhe të rriten ndjeshëm. Çfarë do të ndodh? A ka sërish një mas paraprak apo një plan paraprak ministria lidhur me parandalimin e një gjëje të tillë? Shumë faleminderit për pyetjen. Ne e kemi shpjeguar shpesh herë që ekonomia të cilën ne kemi zgjedhur të operojmë dhe modeli ekonomik në cilin ne kemi zgjedhur të operojmë është ekonomia e tregut, një ekonomi në të cilën çmimet vendosen nga kërkesa dhe nga oferta. Pa diskutim që tregu i hidrokarbureve është një treg i cili dominohet nga pak lojtar dhe duke qenë i tillë ka riskje të sjelljeve ogobolistike, mund të themi. Nuk është qeveria që bën këto lloj investigimesh, është autoriteti i konkurrencës, i cili është një institucion i pavarur që bën investigime nëse ekzistojnë apo jo kushtet për të pasur një treg ku ato lojtarët e tregut sillen si oligopol. Megjithatë, ajo që mund të them është që në të kaluarën, kjo nuk është eksperjenca jonë e parë, ne kemi pasur këtë eksperiencë gjatë krizës rritjes së çmimeve për shkak të luftës dhe konfliktit Ukrainë-Rusi, nuk u materializua një sjellje e tillë. Pra në momentin që ne vendosëm të dalim nga bordi, kompanitë nuk rritën çmimet në mënyrë të pakontrolluar. Ndërkohë që patjetër që bordi i fuste në një regjim në të cilin marzhet e fitimit ishin të përcaktuara dhe nuk mund të lëviznin mbi ato marzhe fitimi apo marzhe mbi çmimin.
unë mendoj që ne kemi hym në këtë proces me qëllim që të parandalonim sjellje të cilat mund të ishin përfituese nga ana e kompanive për shkak të situatës dhe pasigurisë në tregjet e lindjes së mesme, në tregjet botërore të bursës, por kjo situatë tashmë ka kaluar, pasiguria nuk ekziston më, mundësia që kompani të rrisin çmimet në mënyrë të pakontrolluar për shkak të frikës së një rritje të mëtejshme të çmimeve nuk ekziston më, pra kushtet për të pasur një bord të transparencës nuk janë më aty, ndaj dhe ne vendosëm të mbyllim funksionimin e tij. Megjithatë, pa diskutim që si në çdo treg tjetër, neve do jemi shumë të kujdesshëm që të monitorojmë të gjitha lëvizjet e çmimeve në mënyrë të përditshme. Faleminderit.